Përfaqësues të 74 familjeve që preken nga zbatimi I projektit të rijetëzimit të zonës rreth amfiteatrit, kanë protestuar para Bashkisë së Durrësit, duke kundërshtuar edhe një herë vendimin për lirimin e banesave të tyre. Bëhet fjalë për banorë të lagjeve të vjetra në të dy anët e bulevardit Epidam. Banorët e kanë çuar çështjen në gjykat dhe presin që kjo e fundit të shprehet në favor të tyre. Na vënë në dispozicion të gjithë pasaportat e objekteve një nga një të secilit objekt. Më ka qelluar për hir të faktit që unë jam arkitekte dhe urbaniste të kem rastin e projektit tim. Është bërë një interpretim komplet I gabuar, një projekt I bërë vetëm duke marrë objektin sipër me dron, ndërkohë që ti kur bën prishje rikonstruksion të një objektit, duhet të futesh thellë në strukturën dhe njohjen e një objekti. Banorët thonë se vlera e shpronësimit është shumë e ulët. Që ti jesh me shtëpi, me dokumenta të rregullta, e të thonë thjesht që do dalësh se është një projekt do bëhet lulishte, zemër unë jam dakord për rrugë, për spitale, për gjëra të nevojshme që shteti, se ne jemi njerëz të shtetit. Dhe siç ka thënë kryeministri, do shkatërron ngrehinat ku janë. Ato banesa ku jemi ne nuk janë ngrehina, janë banesa që ne po jetojmë aty. Edhe kam pyetur kryeministrin edhe diku më përpara, cili shtet evropian I referohet kryeministri që I bën këto projekte dhe I zbaton në këtë farë mënyre. Projekti do të rijetëzojë lagjet e vjetra përreth amfiteatrit, duke marrë në konsiderat prishjen e një sër banesave dhe restaurimin e shumë të tjerave që kanë vlera historike. Investimi parashikon që të ndërtojë qendrën historike të Durrësit në këtë zonë të qytetit, duke kthyer atë në një aset me mjaft vlerë për të ardhmen e turizmit në qytetin bregdetar.